E rënd, 4 vjeçarja mbytet në pishinën e një hoteli nisin hetimet ndaj babait. Një tragjedi e rënd ka tronditur pushuesit në Milano Maritima në Bregdetin e Ravenës, Itali, ku një vajzë 4 vjeçare nga Austria humbi jetën pasi u mbyt në pishinën e një hoteli. Babai i voglushës është vendosur nën hetim nga prokuroria e Ravenës me dyshimin për braktisje të një fëmie. Sipas hetimeve paraprake të kryera nga karabinierët, ai kishte kërkuar vajzës së tij të priste në një zonë mes këndit të lojrave dhe pishinës, ndërsa vetë ishte larguar për pak kohë, dyshohet për të marrë diçka në dhomë. Kur u kthye, situata ishte bërë tragjike dhe përpjekjet për të shpëtuar voglushen nuk sollën rezultat. Pamjet e kamerave të sigurisë të hotelit kanë ndihmuar hetuesit të rindërtojnë ngjarjen. Sipas të dhënave të publikuara, video tregon voglushen duke ecur e vetme drejt pishinës, ndërsa më pas ajo zhduket nga pamja në një zonë më të errët. Nga pamje dyshohet se Magdalena ka qëndruar në ujë për rreth 7-8 minuta përpara se të vrehej nga personat përreth. Një mjek i cili ndodhej në zonën e hotelit është parë duke dalë dhe duke tentuar t'i japë ndihmën e parvajzës, ndërsa babai mbërriti pak më vonë. Sipas rindërtimit të ngjarjes, 2 fëmijë të vegjël ishin të parët që vunë re diçka që nuk shkonte. Ata pan portat e pishinës të hapura, hyn brenda dhe vunë re diçka që nuk lëvizte në ujë. Më pas ata dhanë alarmin duke njoftuar personat përreth. Familja austriake ndodhej në Rivierën italiane për pushime dhe kishte planifikuar të kthehej në Austri të dielën në 19 korrik. Magdalena ishte me prindrit dhe 2 motrat e saj më të mëdha. Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu kushtet e sigurisë në zonën e pishinës. Sipas informacionit paraprak, në momentin e mbytjes, rreth orës 14 nuk kishte shërbim roje shpëtimi, ndërsa hyrja e pishinës ishte hapur. Prokuroria ka nisur një procedim ku po shqyrtohet edhe hipoteza e vrasjes nga pakujdesia. Një autopsi pritet të kryhet në ditët në vijim për të përcaktuar më saktë shkaqet e vdekjes. Ndërkohë, pishina e hotelit është sekuestruar me urdhër të prokurorisë pas një inspektimi në vend ngjarje që zgjati më shumë se 2 orë.